Shkuarja për në Kosovë vazhdon të nervozoj disa prej qytetarëve, të cilët presnin të kalonin pa pritur në kolon. Në pikën kufitare në Blac, në orët e mesditës, ka pasur sërish kolon, ndërkohë që ka nisur të realizohet praktika e kontrollit të përbashkët kufitar. Qytetarët kanë mendime të ndryshme sa i përket kolonave, një pjesë pikën e përbashkët kufitare e cilësojnë si pozitive e disa si negative. Ma ketë se përbara ku vini. Ma problem. Sigurisht ka pritje përsëri, po mirë do ishte të bashkohen, se s'ja vlen përse të ndajemi. Do me thonë, si pas jush është mirë që të hiqen krejt kufit. Të hiqen krejt kufit. Ja, më gjerësemi mirë, në të me thonë, kolona në gjithë kështu nga të. A ka ndiku pozitivisht kjo? Njëjtë, që përshe dhe vetë. Njëjtë si gjithë. Sot e para ditë po na pëlqen kjo, kështu shumë mira. Ne jemi shumë të knasht. İyi görünüyor. Daha kalabalık kapılar da biliyoruz. Güzel. İyi yani. Sağ ol. Nga Ministria e Punëve të Brendshme thonë se nga e shtuna deri më sot në Maqedoninë e Veriut kanë hyrë rreth 22.000 qytetar, kurse Maqedoninë e Veriut sipas MPB-s e kanë lëshuar afërsisht 18.000 qytetar. Nga data 12/4/2025 deri më datën 14/4/2025, në pikën kufitare Blac në Republikën e Maqedonisë së Veriut kanë hyrë 22.017 qytetar, ndërsa Maqedoninë e Veriut e kanë lëshuar 17.620 qytetar. Kujtojmë të shtunën që lanë pas kryeministrat e dy vendeve, Hristijan Mickovski dhe Albin Kurti, të shoqëruar nga kabinetet qeveritare të dy vendeve, promovuan pikën e përbashkët kufitare mes Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut dhe vlerësuan si hap për zhdukjen e kolonave dhe pritjeve.